Me sa dhe kaloj pushimet me 200.000 lek pension. Ku kam lëkun për pushime? Spjeda. Ku do i kaloni pushimet të vit? Ne gjithmonë vim në Shqipëri për pushime. Pushimet të vit këtu në qendër. Kemi grevën. Pa morë greva nuk bëjmë pushime. As kemi pushime s'mem jo. Nuk e kemi menduar akoma. Itali ka pushime këtë vit. Nuk kam ende plane. Këtu në Tiranë. Me sa dhe kaloj pushimet me 200.000 lek pension. Nuk do i kaloj asë sekundë. Ku kam lëkun për pushime? Në shtëpi. Në asnjë vend. Do shkoni në plazh, në Plazh. jug veri? Jo, në qendër. Shqipërisë s'kemi lek, ku do i kaloj? Spjeda. Nuk e di. Apo i mbarova. Në Orikon. Kaluam te Gjirilanzi. Nuk e di, se kemi menduar akoma. Në Amerikë. Unë në Shqipëri, në jug. Sa mendoni që do shpenzoni? Po ndenjë 2 javë këtu, flas në euro, pa 3.000 euro nuk shton. 3.000 gjem 5.000 çdo sezon që vim. 1.500 euro. Po varen çfarë vendi shkojmë. Varet. Sa të kemi aq argjon. Shumë pak, 100.000 lek. Se di. Mund ta them kështu nuk pak. Patjetër 700 euro personi për 6 ditë. Çfarë ju kushton më shtrejt gjatë pushimeve? Është akomodimi, është ushqimi, është transporti apo diçka tjetër? Më shtrenjtë, fakt po të vesh për se ka lokale që janë shumë shtrenjta. Ato shkojnë, dhe hotelet janë pak shtrejta. Me vjen keq, një racion peshk 50 euro. Një shishe ujë 200 mg 5.000 lek. Është akomodimi sipas meje. Ushqimi, akomodimi, normal. Ushqimi dhe akomodimi. Kam përshtypjen se është akomodimi dhe ushqimi. Ushqimi është i shtrenjtë të drejtën. Të gjitha ba. Akomodimi. Jo, normale ja, nuk janë të shtrenjta.